Na për shembull kemi rastin kur i themi s'po shkon në ders. S'është patjetër këtu, të një hoqë, ku dush, yti, që ti e parapëlqen. Çka thot? Thot s'kam vakt. Pse? Thot po duhet kështu, po duhet ashtu, ti përmend disa gjëra të cilat nuk po themi që gjithmonë janë të paarsyeshme. Por po kalojmë te kjo pika që atë është i shpërqendruar njeriu, atë e hub udhën në barr, sa ka herë nuk ka kohë për gjëra të cilat ja mbledhin zemrën. Ja mbledhin. A ka pas raste kur ti ke marr punë në firmën tënde, sa ke hub orientimin ti? E ke hub orientimin. Ke hub. E plesht, mu më kanë këshillu një plak i mençur që ka pas biznes. Më ka thonë, merr punë veç qatë sa, mund është tim i bomballë, që se hub orientimin. Se kur ta hub orientimin, ki mu detyru me rajt njënin, tjetrin. Kur ta hub orientimin, se ke marrë s'po mund me mujt, po ta kone me marrë punë, me fitu ma shumë. Ti ki mu detyru mos me bo punën taman, me kry ma shpejt. Edhe ibadetet kur ta hub orientimin, zamra kur shpërqendrohet, ibadetet nuk mund mi bo taman, ki me fal farzin, s'ki me fal sunetin, s'ki me pas kohë. Ke lexu Kur'an, ka 20 faqe në ditë, kimi lexu ka 2, s'ki me pas kohë. Mend namaz, nëse hoxha vonohet, nuk kimi pas mend namaz, kimi pas mend të biznesi. Prandaj, duhet me pas kujdes.